Dëgjoni zhurmë papritur në vesh, ja çfarë tregon kjo për shëndetin. Ulëmtimet e fundit tregojnë se rreth 10% e të rriturve kanë probleme me zhurmën në vesh. Tringëllima në vesh është një fenomen kur dëgjoni zë pa praninë e një stimuli të jashtëm zanor. Arsyet për këtë mund të jenë të ndryshme, mund të kenë ndryshime në enët e gjakut të kokës dhe qafës, spazma e muskujve të veshit të mesëm, sëmundje në vetëveshin, lëndime të kokës ose qafës, sklerozë të shumëfisht, sëmundje infektive por gjithashtu dhe përdorimi i ilaçeve të caktuara. Përveç kësaj, zhurma në vesh shfaqet edhe te njerëzit me presion të lartë të gjakut si edhe te njerëzit me qarkullim të dobët të gjakut. Nëse zhurma ndodh për shkak të qarkullimit të dobët në vesh, duhet të eliminoni kafeinën, cigaren, alkoolin dhe të reduktoni kripën. Ndonjëherë zhurma në vesh mund të jetë edhe si rezultat i dyllit të grumbulluar.